Presidenti Amerikan Donald Trump ka bërë sot një thirrje të ashpër ndaj qeverisë së Kubës, duke i kërkuar që të arrijë një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara se të jetë shumë vonë. Nëse jo, paralajmëroi se do të përballet me pasoja, të cilat ai nuk i specifikoi. Në një postim në platformën e tij Truth Social, Trump deklaroi se nuk do të ketë më naftë ose para që do të shkojnë në Kubë, zero, duke nënvizuar ndërprerjen e dërgesave me naftë venezuelase dhe mbështetjen financiare që Havana ka marrë tradicionalisht nga Caracasi. Deklarata e tij vjen rreth një javë pasi forcat amerikane kryen një operacion në Caracas, ku kap lideri i rrëzuar venezuelian, Nicolas Maduro. Operacioni la të vrarë 10 anëtar të strukturave të sigurisë së Venezuelës dhe Kubës dhe ka sjellë tensione të reja në marrëdhëniet rajonale. Trump gjithashtu ripostoi një mesazh ku sugjeronte se sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, mund të bëjë president i Kubës. Një koment që ai e përshkroi me fjalët "më tingëllon mirë". Në reagim, zyrtar kuban kanë mohuar se marrin para për shërbime sigurie dhe kanë theksuar se vendi ka të drejtë të importojë karburant nga çdo kush që dëshiron ta shes. Kuba, e cila prej dekadash mbështetet tek nafta venezuelase për të shmangur krizat energjitike, po përballet tashmë me sfida të mëdha ekonomike dhe sociale.